Lajti thot, Andri Qau thot jepi meritat Denisit se ka parashikuar me hot takes në fillim të sezonit se Tudor shkarkon tetor. Hot take, nuk është një hot take, por se Tudor u mor vesh. Warm, jo hot, po warm take. Amorimi e vakët. Hot take është amorim. Që do mbietoj gjithë. Do bëj magji. Që do mbietoj gjithë. Në slot me gjithë. Po Spalletti, për mendimin tim, për këtë Juve, sepse kjo Juve, të heqë problemet që kanë mbrojtje, nuk ka ekip të keq. Për shembull, ta krahasoj me Romën që është me pikë barabarta me Napolin. Nuk më duket se Juve ka ekip më të keq se Roma. Shi më të mirë, mund të them edhe më të mirë me Turan, me Yildiz. E ka më të mirë Juve. Po pra, jam dakord. Tani Spalletti historia flet vet për klubet. Ditë me Napolin s'po i futemi, se i hikën 4 super hyje. Kur e mori Napoli, iku Insigne, iku Mertens, iku Lukaku, kush iku? Jo Lukaku, se Lukaku shkoi më mbrapa. Kush iku tjetër? Se ishin 4 lojtar. Fabian Ruiz. Po, Fabian Ruiz, iku dhe Fabian Ruiz. Është i shpikën, Kvaratskhelia ja bën super surprizë merkato. Po, ai ekip ishte super ekip. Sepse turproi se të rikthehemi hartës, turproi dhe Liverpoolin e Kloppit, jo të Slotit në Champions League. Të Kloppit. Kështu që unë mendoj që Juventusi me këtë trajner do rikthehet në garë edhe më shumë se për vendin e 4, mendoj. Edhe më shumë se për vendin e 4. Edhe më shumë se për vendin e 4, që mos shkojë vend 3 ose vend 2, se vendi e parë ka Milani, kështu që